Nga gjithë dhe s'ke qarë bërë, ose të ndahesh. Shika, shoqëria e mirë është ajo që nuk synon të bëj kontraste për të ullur njërin dhe për të shoqëria e mirë kujdeset. Kjo është kultura. Po kjo është që duhet të reflektojnë. Ne në ke moda, si në ke kultura. Mendoj që... Misioni është që mblidhet një shoqëri e përbashkët për të Ky është emision për të mision. Ky është emision për të konstatuar se qa po ndodh. Përfitimi hyn. Një gjë me që je pastor. Kisha një takim rastësisht për një fëmijë që ishte në gjendje shumë të keqe dhe një miku im nga Franca po i ndihmon me kështu aksesor me gjëra të tjera dhe bëmi kontakt me atë të jamën dhe aty konstatoj që vajza që ishte maturante mbante djalin e madhe dhe hopa e tjera, po të shpjegoj, një vajzë e shkëlqyer e cila kishte maturën dhe po e konkretizoj. Dhe ç'a ndodh? Po diskuton të rreth kësaj e jama, sa ajo kishte shumë zor për gocë, shumë e bukur, shumë e fishme e tjerë, dhe kur ajo në konfidencë po e pyes se unë kam shumë qef t'i pyes këto mosha, më tregonte që e bullizoni në shkollë se nuk ishte pasur, edhe se ishte shumë mirë me mësime, edhe se ishte dhe tani kishte mbrëmjen e maturës, e si këtë dot. Dhe po patjetër nuk i përballon dhe dot, dhe i them mos vrit menin se ja që bursa s'bëhet. E këshillohet gjente një fustan modest, ajo është vetë e bukur dhe kështu, dhe gjithë pjesën tjetër e sponsorizova vetë me kënaqësinë më të madhe dhe për lukun e për gjitha këto. Ose kishte emrin Hirushja? Ajo është histori e bukur. Një rast që shpëtove ti. Jo, ç'a po thoja? Po thoja këtë. Po thua ta mama të që duhet. Shumica e detyroi dhe këtë vajzë që kjo vet nuk e donte, kjo donte ako sapone për shembull, donte një fustan thjesht, e detyroi shumica që edhe ajo të përshtatej. Ktu ishte gjithë thelbi i bisedës. Dhe është konkrete tani po të them, para 2 ditë çka ndodh. Prandaj ajo unë do thoja shoqëria e mirë, shoqëria që ne duam të inkurajojmë, është ajo që kujdeset për ato njerëz që nuk i kanë ato mundësi, që do thotë nuk duhet të jetë theksi me shkëlqyer dhe me kontrast. Alba shumë e